6 muaj tha, kon prova, tani mas 6 muajve ka hinë punë, se prove ka pas 6 mujore në parë, mas 6 mujve ka plotësu kushtet për punë, edhe ka hinë punë. Ti kur hinë punë, se që një 10 jetë të shku në provë. E thash unë e mam, në qofë se kam ymër, edhe një 20 vjetë mas pensionit, kam shku në prova. Në qofë se mali janë i lumizat, në prova të njetën, sa të kam jetë. Nuk thash rasisht, ardhja jote e ka ndryshu mas nej komplet edhe rrugën e familjes. Nëse nuk ishe bon aktor, qa kështë pas qef mu bo? Ose qa ke ndru diçka tjetër? Ma vonë e kom zbulu që e kam si dëshirë me punu me restauru drunin, jo me punu për fillimit, po me restauru. E sho që kam dëshirë mi gdhen, mi pastru, mi ladë tavolinat vjetra, mi ly sëresh, mi aundru dizajnin, edhe të knaqna me qatë punë edhe e bëj bukur, e bëj mirë. Shpëthem, qatë kam su aktrimi që nuk ta kam su jeta? Në fakt, prej, janë ba 30 vjetë në aktrim. Aktrimi është vetë jeta, si që dijet botnesh teatri edhe film janë një mikrobot, që ka ndodhë mjetë për pas atë në filmave fantastiko-shkencor që i bajnë dynjoja që na s'kemi mërë një ala. Që ka ndodhë mjetë, ndodhë edhe në filma se në teatr. Edhe këtu kanë shku krahas. Të jetu me aktrimin ka qenë si e ngjajshme, bile tash më kujtu me një intervist një gazetare më pyti tha gjithë këto personazhe atë kanë lanë nëj veso, se cili personazh atë ka lanë diqka, atë ka met edhe njët kur ki dalë piskenës, edhe ju përgjigja me një anekdot që për të me kalëzu edhe këto. Thash, unë e thash mendoj që jo. Unë mendoj që kur dalë piskenës e lanë personazhin skenë dhe dalë shpëtimi, dalë vetvetja. Por,